Zoti Shimaj, kur nuk ka pasur normë të lirë për lëndën biologji, kimi, si është bërë emri juaj? Ky zotëri quhet Shkëlqim Shimaj, është ish drejtori i shkollës profesionale Ndre Mjeda në Bushat të Shkodrës, aktualisht mësues në këtë institucion. Dhe arsyeja pse jemi përballë tij ka të bëjë me një shkelje që shkon deri në shpërdorimin e detyrës si ish drejtor, sepse ka hequr padrejtisht dhe pa vënë në dieni një mësuese për 1 vit 3 nga borderoja, gjatë kohës që ajo ka qenë me leje lindjeje. E gjithë kjo, me sa duket, me një qëllim të mirë menduar, zënien e vendit të punës. Unë jam Biosela Toska, mësuese e lëndëve biologji kimi në shkollën profesionale Ndre Mjeda Bushat, me një emërim definitiv të vitit 2011. Unë sot kërcënohem seriozisht në vendin i punës dhe jam përballë një konkurrenti që për vlerësimin tim është emëruar në mënyrë të parregullt. Ish drejtori, i cili ishte shkarkuar nga detyra në 2018, në atë periudhë kam qenë me pushim lindje dhe në janar të vitit 2018 zoti Shkëlqim Shimaj është emëruar mësues pa baza ligjore dhe në këtë rast rrezikohet pozicioni im se jemi të dy të njëjtit profil. Pra ish drejtori, pasi shkarkohet, qëndron në të njëjtën shkollë, duke marrë orë mësimi nga plani mësuesës së vetme të biologji-kimisë dhe natyrisht duke i rrezikuar asaj vendin e punës. Në janar të vitit të 2018-s u emërua drejtori i ri Rushdi Kapidania. Në momentin që është emëruar, e ka mbajtur zotin Shkëlqim Shimaj si mësues, pa ndjekur asnjë procedurë dhe pa patur një normë mësimore, e ka mbajtur në shkollë me tetor dhe nuk e di me çfarë ka plotësuar për të mbajtur një normë mësimore siç është e ligjshme 20 orë. Ndërkohë që për të hapur vend për orët e ish drejtorit, mësuesi si reduktohet plani mësimor. Domethënë plotësoj orë tek një shkollë tjetër biologji-kimi. Këtu është vetëm fillimi, ku nisin dhe shkeljet që sot rrezikojnë që një mësuese me rreth 15 vite eksperiencë të hidhet në rrugë. Drejtori Kapedania del në pension dhe në vendin e tij komandohet Eliz Shelepia, i cili sapo merr detyrën thërret në zyrë mësuesen duke i komunikuar në qershor ty të mbaron kontrata. Dhe unë e pyeta, çfarë kontrate, zoti drejtor, sepse unë jam emërim definitiv dhe më tha konkurrenti që ti ke përballë, ai tha kanë vjetërsinë më të madhe se ti. Për ta sqaruar mirë, kemi përballë njëri tjetrit 2 mësues të së njëjtës lëndë biologji-kimi në një shkollë ku mësojnë rreth 110 nxënës. Aktualisht secili nga mësuesit nuk plotson normën mësimore, por përderisa mësuesja ka qenë definitive që në vitin 2011 me 20 orë në javë, pse ndolli që u ndan orët, duke shtuar zotin Shimaj. Pas bisedës me drejtorin e komanduar, Biosela nisi të interesohet se çfarë ka ndodhur gjatë periudhës që ajo ka qenë me leje lindjeje, e ndërsa kërkonte, zbulon se isha larguar në mënyrë të padrejtë dhe asnjëherë informuar për 11 muaj rresht të pushimit të lindjes së vajzës time. Pra në shkelje të ligjit, mësuesja ishte hequr nga borderoja e shkollës sapo kishte nisur lejen e lindjes. Një shkëputje që sot e penalizon përballë ish drejtorit, i cili nisur edhe nga mosha, ka një karrierë më të gjatë në arsim. Në këto kushte, ajo shkon edhe një herë tek drejtori, por ai justifikohet me faktin se sapo ishte komanduar në atë shkollë. Në fakt, ai vërtet mund të mos e di, sepse në momenti kur zonja ka shkuar me leje lindje, duke u hequr padrejtisht nga borderoja, sikur të mos kishte ekzistuar ndonjëherë, drejtori ishte kush tjetër përveç zotit Shimaj, rivalit të sotëm për vendin e punës. Periudha që më ka larguar që është e qëllimshme, sepse ne përkasim të njëjtit profil dhe ka menduar se duke më larguar mua nga borderoja, atij po i hapi mundësia për lëndën biologji-kimi. Thënë shkurt, drejtori i atëhershëm ka vënë në sigurisë vendin e punës por një moment të dytë që mund të mos ishte në post drejtues. Duket një skemë mirë menduar në kurriz të kolegës, e cila sapo kishte sjellë në jetë vajzën e saj, pa e kuptuar as pak atë që po ndodhte në shkollë gjatë mungesës së saj. Pas shkeljeve që me gjas janë kryer për të favorizuar Shimaj, Biosela këmbgul që të takojë sërish drejtorin e komanduar, Eliz Shelepia, me shpresën se do të merrte informacion zyrtar nga ai. A ka mundësi të më vendosin në dieni protokollimin e emërimit të zotit Shkëlqim Shimaj dhe më tha, hajde pas pak thate sekretaria. Në moment hapën protokollin dhe libri protokollit për mendimin tim ishte pak si i çuditshëm, sepse ishte faqe e parë dhe emërimi fillonte me prot 1 në 2018, emërim personel definitiv Shkëlqim Shimaj. Më tha, po ne kemi në shkollë disa libra protokollesh, unë kam kërkuar garantimin e vendit tim të punës. Po cilat do të jenë kriteret që do të ndiqen për vitin e ardhshëm shkollor, ku një nga 2 mësuesit do të largohet përfundimisht? Do të bëhet një vlerësim me dosje, ndoshta ai mund të ketë pak sa vjetërsi më shumë se unë dhe me 0.5 pikësh mund ta marrin dhe mund të ta ka marrë me dosje. Zoti Shkëlqim Shimaj është emëruar në shkurt të 2013-s direkt drejtor, pa qenë asnjëherë mësues në atë shkollë. Unë kam qenë mësuesja primare biologji-kimisë. Kjo është e vërtet, por tashmë gjërat janë ndryshe, sepse në lojë ka hyrë profesor Shkëlqimi. Si është bërë emërimi juaj si mësues definitiv
në këtë shkollë? Nuk keni punë me mua. Zoti Shimaj, kur nuk ka pasur normë të lirë për lëndën biologji, kimi, si është bërë emrimi juaj? Keni qenë drejtor dhe ju e dini ligjin. Asnjë përgjigje. Si është bërë emrimi juaj kur nuk është shpallur vendi vaj? Keni shkruar drejtori instancave. Keni hequr një mësuese nga bordoroja. Si mund të bëhet kjo? Ka qenë kjo një skemë për t'i zënë vendin? Të shumë me mos keni punë. Si e keni hequr nga bordoroja një mësuese një vit për t'i zënë vendin? Në këtë shkollë ka qenë gjithmonë vetëm një vend me emrim definitiv për lëndën biologjike. Keni marrë përgjigjet nga instancat përgjegjësi. Në fakt ende jo. Prandaj në drejtorinë e Departamentit të Menaxhimit të Arsimit dhe Formimit Profesional, në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, mund të na japin arsye të këtij lëmshi në dëm të një mësueseje në karrierë. Takimi i parë nuk shkoi mirë dhe përveç agresivitetit të rojeve të sigurisë, nuk morëm asnjë përgjigje nga zonja Tleva Xhelaj, drejtoresha e këtij departamenti. Kështu që e provuam sërish dhe këtë herë drejtoresha ishte më gatshme që të na përgjigjej, pasi me sa duket kishte marrë informacionin e duhur që të kishte disa argumenta më tepër në lidhje me këtë situatë. Zonja Tleva, me që dje nuk morëm një përgjigje. Si është bërë emrimi i Zotit Shkëlqyer Shimaj? Më fal. Nëse ju doni një përgjigje zyrtare, bëni një kërkesë zyrtare, zgjidhja brenda anës ligjore, nëse ekziston do bëhet. Atëherë, të lutem, bëj një kërkesë zyrtare, po pra, më dëgjoj të lutem. Është neni në kodin e punës i përzumimit që do thotë, nëse një marrëdhënie nuk ka, as edhe një kontestim, për 3 vitet e para të punës, ajo marrëdhënie bëhet definitive. Pavarësisht se insistuam të na zbulonte këtë nen në kodin e punës, zonja Tleva vionte të interpretonte vetëm verbalisht, pa ofruar asnjë argument më tepër. Por çfarë mendojnë ekspertët? Ligji është i shkruar qartë, është i shkruar drejt, nuk mund të ketë prezumim se si jemi në proces gjyqësor. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, nëse të paktën në Republikën e Shqipërisë jetoj, e di që kam qenë deputete në parlament, kam hartuar shumë ligje, po këtë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Nëse atje në Shkodër ka dalë Republika Autonome, ndoshta ata mund bëjnë ligje të tjera që nuk varen nga ligjet tona. Më duket një përgjigje evazive, jo juridikisht korrekt, nuk është argument për të justifikuar të gjitha veprimet. Ndërkohë rikthehemi pak tek drejtoresha Tleva, se lam të na priste. Po. Por Vjosela ka qenë emëruar definitive në shkollën. Po kjo nuk ka lidhje me Vjoselën, kjo ka lidhje me individin. Po këtë po ju shpjegoj. Shkollën Dremjeta Pushat. Zonja Tleva ka pasur gjithmonë vetëm një normë për lëndën biologjik-kimi. Sepse zotëria ka qenë drejtori i shkollës dhe ka dhënë lëndë biokimie, ka dhënë për 10 orë. Sepse drejtori i shkollës në atë kohë nuk kishte normë të plotë. Në moment që drejtori i shkollës ka zbritur dhe është bërë specialist në atë periudhë, norma mësimore është ndarë midis të dyve. Ai nuk ka marrë normën e Vjoselës. Dhe procedura ligjore për momentin është dhe në ministri, dhe në ministri po diskutohet për të parë mundësia e një zgjidhje ligjore për këtë gjë. Si mundet të ndahet një normë mësimore dhe të detyrohet një mësuese të marrë module dhe orë plotësuese në një shkollë tjetër, vetëm që Zoti Shimaj të vazhdonte të qëndronte në shkollën profesionale Ndremjeta sërish. Vetëm se këtë herë, jo si drejtor, por si mësues, pa u emëruar sipas bazës ligjore. Shumë e thjeshtë. Ju lutem tani. E ka hequr këtë zonjë. Të lutem, nuk e ka hequr. Jo, nuk është e vërtetë. Nëse drejtoresha sapo e mohoi heqjen e Vjoselës nga bordoroja e shkollës, pas pak qastësh pohon krejt të kundërtën. I ka të gjitha, janë të gjitha të rregulluara. Gjithçka e qartë, shkelja është evidente. Zonja në rastin konkret janë shkelur 3 të drejta. I është shkelur e drejta që është hequr në mënyrë arbitrare e pa vënë në dieni, pra e para pra shkelur në kohën kur ka lënë lindjes, e dyta nuk është vënë në dieni, e treta nuk i është kumtuar dhe ky është një vepër që përbën nulitet. Ndërsa kthehemi në bisedë me drejtoreshën Xhelaj, kuptojmë se tashmë vendimi për të larguar mësuesen definitive është marrë. Pavarësisht se përpara është një konkurs. Këto të dy janë në garë sot me njëri tjetrin. Automatikisht me pikëzimin dhe me dosje bie që nga vjetërsia që kanë punë. Po, është 35 vjet institucione, është mësues. Po, 35 vjet mësues. Që ta largojnë Vjoselën nga puna me këtë. Po pse se larguan atë vjet Vjoselën po pas me 11 viteve? Po se Zoti Shima ishte drejtor pra, nuk ishte ende nevojë të zinte vendin e punës. Ka që vështirë për ta kuptuar? Po sepse, prandaj dhe këtë po të them. Jo, nuk mund të hidhet në rrugë, nuk hidhet në rrugë. Jo, nuk hidhet në rrugë. Ajo shkon për lëvizje paralele në ZVA. Ishte një shkollë tjetër. Definitive në shkollën e Po kjo e ka parashikuar ligji që
që në moment që bie norma mësimore, mësuesi duhet të lëvizet. Jo, drejtoresh, ju thjesht po na gënjeni pa turpësisht, sy më sy. Rastet kur kemi heqjen e emërimit të përhershëm është vetëm në rastet kur një mësues ka bërë një vepër penale dhe automatikisht duhet të vërtetojë që nuk ka kryer vepër dhe të rikthehet përsëri pozicionit të mësuesit dhe atëherë nuk i ruhet vendi punës por kalon në sistem konkurrimi. Kur kemi shkelje të niveleve të komunikimit dhe është mërë dhe masa është e nivelit më të lartë të mundshëm, në të gjitha rastet e tjera, emërimi i përhershëm është i përhershëm. Ligji është i njëjtë si për arsimin para universitar dhe arsimin profesional. Gara është e pandershme në këtë rast. Shkoni kërkoni ndryshimin e kodit punës. Ndryshimin e kodit të punës nuk e kërkojmë dot, por interpretimin e tij do ta ndjekim, në mënyrë që të mos ketë më zyrtar që e trajtojnë si pronë private. Njëlloj siç keni bërë ju, zonja Xhelaj. Ligji dhe kushtetuta, por edhe politikat e shtetit, të gjitha nënat që marrin lejen e lindjes në mënyrë taksative, nëse ajo e hedh sot në gjykat, jo vetëm që është e fituar, por ndërkohë duhet të ta dëmshpërblej.